Ajo që dua ta shtjelloj është kuptimi i një emri që sa është i përvetshëm, sa është i përgjithshëm, edhe na mbulon neve krejtve këtu që është një emër i cili emër na ka mbledh këtu. Ai emër është emri që Allahu na quajti me të ku tha millata abikum Ibrahima huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum. Jeni popull i babait tuaj Ibrahimit. Ai ju quajti, do me thonë Allahu ju quajti musliman prej më herët, po edhe në këtë libër, që të jetë pejgamberi dëshmitar ndaj juve. Pa dyshim se për ta ditë kuptimin e këtij emrit dhe çka kërkohet nga ne që më të vërtetë të aludojmë në këtë emër, atëherë duhet të kërkojmë në fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Për me ditë çka do me thonë musliman, fillimisht do të me këshirë të fjalët e Allahut subhanahu wa taala, pasi që ai vetë na ka thujt neve musliman. Edhe kur e marrim edhe shfletojmë librin e Allahut subhanahu wa taala, shohim që fjala musliman do me thonë i nënshtruar. Dikush që i nënshtrohet. Çka nënshtrohet? I nënshtrohet asaj që nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Edhe nëse në njeri nuk e ka këtë nënshtrim në veten e tij, atëherë ai nuk e meriton as mëjen e muslimanit e jo më shumë. Allahu tek ajeti ku na quajti musliman, çka tha? Tha që pejgamberi të jetë dëshmitar për ju. Atëherë më kupton kjo që nëse dojna me ditë hala më mirë çka nën kupton kjo fjala, kjo emër musliman, do të më këshir edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pyetën sahabët, çka është musliman? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima min lisanihi al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tha musliman është ai i cili prej dorës edhe gjuhës së tij janë të sigurt muslimanët. Musliman është ai prej dorës edhe gjuhës së cilit janë të sigurt musliman. Prandaj në kontekstin e këtij hadithit, nëse dëshiron ta dish, a ja jep hakun këtij emrit? A e meriton plotësisht këtë emër? A aludon ti në këtë emër? Atëherë bëja këtë pyetje vetes. A janë të sigurt muslimant nga gjuha edhe dora ime? Pasi që aq sa janë të sigurt muslimant, aq e meritoj të quhem musliman. Kur ti nënshtrosh Allahut dhe nga dora dhe gjuha jote janë të sigurt të tjerët, atëherë hiç pa tregu dhe pa thonë unë jam musliman, e gjithë bota ka me ditë që ti je musliman. Pasi që si thamë, emrat aludojnë në vepra, emrat kanë kuptim. Në moment që ti e mbarë datë kuptim, s'ki nevoj as me shprej emrin, se vetë nën kupton a emër e veprave tua. Prandaj kur thu jam musliman, kjo duhet të aludojnë në vepër. Prandaj thuj, unë nuk shaj se jam musliman, unë nuk rrej se jam musliman, unë nuk vjedhi se jam musliman, unë nuk të baj punën keq se jam musliman, unë nuk shkaktoj stres se jam musliman. Pasi që muslimani qenë nga aj prej dorës edhe gjuhës të cilit janë të sigurt musliman. E ketë këto aludojnë në pasiguri, jo në siguri. Ndërsa ka ana tjetër, pyete veten sa jam musliman kur njerëzit nuk janë të sigurt nga thashethemet edhe nga gibeti jam. Sa jam musliman nëse të tjerët nuk janë të sigurt nga puna jeme. Sa jam musliman kur kojshia nuk është i sigurt nga zaptimi që ka ku mbo. Edhe sa jam musliman kur fëmijët nuk janë të sigurt rrugëve nga vozitja eme e veturës. Me këtë nënkupton që çdo vepër sa do që është e vogël, përderisa e cënon sigurinë e muslimanëve, përderisa nuk janë sigurt musliman, atëherë ti e përgjesh për këtë vepër, edhe kjo vepër aludon tek emri jot musliman. Sa je musliman kur ti si pazargji e shet senin falc pa i tregue mushterisë që është falc. Sa je musliman kur ai nuk e ka sigurinë se ti i thu ka garancion 5 vjet, ndërsa ajo nuk e çon as 6 muaj. Sa je musliman kur njerëzit nuk e kanë nderin sigurt, shkak se ti e ndësh rrugëve vërdallë dhe ja ngacmon vajzat edhe gratë e huaja. Sa je musliman
kur vajza jote del e zhveshur edhe e ngacmon edhe e cënon sigurinë e turpit të shoqërisë. Sa je musliman kur ti nuk e ki dert a je të mësu a nuk e të mësu, e nesër bosh doktor, e bosh inxhinier, e cënon sigurinë e shëndetit, sigurinë e ndërtimeve të një popullate komplet. Prandaj, vazhdimisht letej se që ky emër musliman, edhe që kjo siguria që e ngërthen në vete, letej se pesha apo ajo peshorja ku na e matna vetën tonë. Pse e tham këtë o vllazni? E tham për një arsye shumë thjeshtë. Edhe pse e lidhi këtë me emër, por nuk e lidhi vetëm me kuptim. Është se kur dalna nese para Allahut subhanahu wa taala, aty janë vetëm dy emra. Nuk ka emra nacionaliteteve, as nuk ka emra të partijave, as nuk ka emra të familjeve, as nuk ka emra të mahallave. Para Allahut janë vetëm dy emra, musliman dhe jo musliman. E ti nëse veprat e tua nuk aludojnë që këtë emër si duhet, çka nuk kupton? Nuk kupton se ti vetëm se ki fillu këtij emrit tanë me apo me gum, me fshika pak. E Zoti na rujt që këtë emrin ton kur dalna para atina me na mungu na shkron. Mos më kon komplet musliman, po më kon uliman, musli apo diçka tjetër. Pse? Se vepra jote, që kjo siguria që ka ja të sënon ti besimtarëve tjerë, ka dal, e ban që ki emër me tu fshije. E për këtë ditë na do të mu përgatit, që kur dalna para Allahu subhanahu wa ta'ala me pas emrin hakikat musliman, me veprat e tona me dëshmua që une jam musliman, pasi që Allahu në Kur'an po thot, ja ejuhalladhina amenu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besu, keni frikë Allahun ashtu siç duhet. Dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. Dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman.